Puna juaj nuk është vetëm paga mujore, por është më shumë se aq. Më ndiqni. Miqtë dashur, përderisa një person punonte në një punëtori të vogël dhe grumbullonte gozhda të vogla duke i përgatitur bukur, këndonte dhe ishte në qejf të madh. Ju ofruan njerëzit dhe e pyetën, bën të dim se çfarë pune kryesh? Tha po, tha unë ndërtoj aeroplana. Filluan të qeshin aeroplana me këta gozhda të vogla, tha po. Nga se një kompani e madhe që ndërton aeroplana ka kërkuar prej mua disa qindra mijë gozhda të tilla dhe unë jam një pjesë e aeroplanit, pra unë jam një pjesë e kompanive që ndërton aeroplana. U habitën të gjithë të tjerët. Kështu që puna yte dhe veprimtaria yte nuk është vetëm rroga mujore, por është një pjesë kryesore e shoqërisë. I them atij i cili është zdruktar. Mos mendo se ti vetëm je zdruktar, po ti je një person i cili siguron njerëzit nga të ftohtit dhe nga të nxehti dhe i siguron njerëzit nga vjedhja dhe kështu me radhë me dyert tua dhe me dritarët tua. E ata të cilët janë duke punuar inxhiniera dhe ndërtojnë ura të gjata, nuk kanë ndërtuar vetëm për me kursy paratë e tyre dhe me fitu prej tyre, po ata janë ata të cilët në urat e tyre lidhin midis njerëzve, lidhin midis qyteteve dhe midis fshatrave të mëdha dhe këta janë njerëz të mëdhej. E ata të cilët janë mjek, ju thuhem mos mendoni se vetëm keni fituar nga drejtimi yt, po ju jeni atë njerëz të cilët u azbutni dhimbjet njerëzve të tjerë dhe kjo është një punë e shejtë. E atyre të cilët janë mësues në shkollat e tyre, ju thuhem se ju jeni edukator, ju i shtyni dhe rritni gjenerata të mëdha pa marrë parasysh fitimin tuaj. Dhe ata të cilët janë hoxhallar dhe mbajnë ligjëratat e tyre, ju udhëzoni njerëzit përka Zoti i tyre. Dhe kjo është një vepër e madhe, pra njerëz të dashur dhe miq të dashur ku të qeni, shihni punën tuaj në vit parë si një mision dhe një mirësi në shoqëri, e më pas shihni pagat tuaja. Zoti ju shpërblet ku të qeni. Assalamu alaikum wa rahmatullah.